Përshëndetje të gjithëve, jemi në episodin e 6 të Tirana 360 gradë. Një podcast që mundësohet nga Bashkia Tiranë. Deri më tani kemi folur për shumë dimensione të Tiranës. Kemi folur shumë për artin, për kulturën, eventet ndryshme kulturore artistike që ndodhin në Tiranë, por e dim me siguri që është një vend plot jetë, i zhurmshëm, plot kaos, por ndonjëherë, madje shumë shpesh, lipset nevoja që të mund të qëndrojmë diku në natyrë, vetëm për të marrë pak kohë për veten, për të pushuar, për të ndjerë sa më mirë repertorin e këngëve të zogjve, në vend të njoftimeve telefonit për ndonjë thirrje, për një kafe 3 orëshe në qendër, dhe për këtë, për të zbuluar cilat janë oazet e gjelbra të Tiranës, kam 2 të ftuar të jashtëzakonshëm që në fakt, të paktën në opinionin tim personal, modestisht, do më pëlqente më shumë, do më bënte shumë sens nëse do ta drejtonit ju këtë podcast. Po dikush duhet të rri këtu dhe të bëj sikur i ditë gjitha, dikush tjetër duhet të kaloj prej 10 vitesh të bëhet të gjitha shisat dhe rrëfimtari një qyteti. Dikush tjetër ka një detyrë njësoj të rëndësishme, por në një tjetër aspekt, të hap një derë për imagjinatën e shumë kujt që ka nevojë. Kam të ftuar sot dhe jam shumë e kënaqur, Blerim Ceka, faleminderit që je këtu me mua, dhe kam të ftuar gjithashtu Juri Kaca. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Ç'a bëhet Bledi, se duhet ta bëja parantezë këtë që ne shokët e ngushtë fare të rrasim Bledi një herë. Shumë histori gjatë kjo. Bledi, Blerim, po gjithsesi me të dy emrat njohin, edhe Bledi edhe Blerim. Ti më përmende që në momentin që u takuam, një foto me një pikë ujë të Jurit. Jam shumë kurioze cila është historia e asaj fotoje, cilën ndjekësit po e shohin tashmë. Është një foto, vazhdo Jurën, fal. Në fakt fotoja, është edhe një video për atë foto, domethënë është bërë video pastaj fotoja, po është bërë në pranverë kur domethënë sa fillon të shkrin bora. Edhe krijohet edhe pjesa që pikon uji e kështu edhe momenti, domethënë detajet që kap te kristalet e akullit ose ujit, del shumë bukur edhe në foto dhe në video. E vërtetë është. Problemi. Pyetja nuk është këtu. Pyetja është që për shembull un kam 10 vjet që bëj foto, duke mbonja 1 milion foto. Asnjëherë nuk ka shkuar në mend që ta shoh. Vërtet? Ta shoh në aq mikro, diçka aq makro sa ç'është mali. Juri e bën. Ne jemi këtu për të folur për Tiranën, pavarësisht se unë e di që ju të dy udhtoni shpesh, e keni vizituar mbar Shqipërinë, keni përjetuar aty gjëra shumë të bukura, po përgjithsisht bëhet një farë kështu metafore, një analogji e këndshme për këtë pjesën e gjelbërimit të një qyteti, që janë mushkrit. Unë shpeshherë e konsideroj sikur të jetë vërtet zemra e një qyteti të tërë. Kjo pjesa e gjelbërimit, sepse më duket sikur është në ADN-n tonë që të mund të qëndrojmë shumë pranë natyrës. Si ju duket kjo në raport edhe me vende tjera që vizitoni, po kryesisht me Tiranën? Për nga pozitat geografike, Tiranën mund të themi që e ka beku Zoti. Ka këtë klimën. A mund ta them unë? Një sekond. Ka këtë klimën mezetare e cila karakterizohet nga Faleminderit. E di që nga gjeografia klasës 6. Dimër i butë dhe i lagësht, verë nxehtë dhe thatë. Mereshje rreth. Të thashë këtë. 600 deri në 1000 milimetra në vit në periudhën e dimër e ftohtë të vitit. Periudhë vjesh dimër. Absolutisht që vjesh dimër. Po, duke pas të lloj klime, kjo ka edhe këtë favorin që komplet bimësia rreth Tiranës, sepse Tirana është rrethuar nga kodra dhe nga male, përveç pjesës perëndimore, por edhe në pjesën perëndimore ka kodra të ulta, dhe gjatë gjithë vitit këto pjesë Tiranës janë gjelbëruara. Bimët si Shqopa, Dafina, Mareja e tjera, apo Pisha e Butë edhe Silvia, apo Qiparizi, siç i thon, janë gjithë vitit të gjelbëruara. Të gjelbëruara. Është goxha fat. Tu që përveç këtyre mund të themi pastaj shkurre e lule tjera pafund, bimësi tjetër pafund, që gjatë gjithë vitit Tirana e ka këtë ngjyrën e gjelbëruar. Nuk i mungon. 10 minuta larg qendrës i gjen këto oazet, siç e theti, të vogla me gjelbërim, me edhe pse jo me liçene, se rremullak Tiranës janë 2-3, diun sa janë bërë ndoshta edhe 4 liçene. Dhe në të gjitha këto vende patjetër që ka edhe përveç bimësisë që e bën kaq të rëndësishme, ka edhe shpend, ka edhe zogj. Përmende liçenin, Bledi. Është një ndër destinacionet më të preferuara të shumë kujt. Është gjithashtu një vend shumë i gjallë, organizohen
shumë evente gjatë gjithë vitit, në fakt, dhe sa kohë kaloni ju, për shembull, personalisht tek liçeni? Për shembull, Juri? Po, varet nga sezoni, për shembull, në pranverë mundohem që bëj vrap mas diteve, gati çdo 2 ditë që shkoj bëj vrap. Sa mirë. Do të thënë mas dite kur është perëndim. Është edhe pjesa më e bukur për të bërë një foto kështu. Vërtet? Po. Vetëm gjatë perëndimit? Po, në çdo moment është Në çdo bukur. moment. Pjesa e perëndimit është bukur sepse shkon nga pjesa mbrapa, nga fundi i liçenit, Nga diga. nga krau tjetër i digës. Atë bën foto me pamje, domethënë nga diga. Ndonjë destinacion tjetër ku mund të prekim këtë oazin e relaksit të gjelbër tjetër? Ç'mund të përmendi në Tiranë? Qoftë edhe vende që ju i vizitoni shpesh, Në fakt, dajti është i preferuar i imi në çdo stin, domethënë. më shumë se liçeni. Po, për ngjitje, sepse ajo ka edhe hiking, domethënë mund bësh dhe hiking. E vërtet. Pjesa nga teleferiku deri te antena në maj, që mund bësh hiking, është diku dhe 1 orë e gjys, 2 orë. Një orë aq zgjat? Nga antena, po. Vajti arti, domethënë. Varet nga ritmi i personave që sa shpejt mund të ecin. Persona që bëjnë vrap ke liçeni e bëjnë për 1 orë gjys. Po. A thua? Okej, Blerim, tani do flasim në terma të tjerë, sepse unë nuk e përmenda këtë në fillim, por ti prej 10 vitesh je një udhërofyes alpin. Po. Dhe mua më vjen shumë keq të them që nuk kam bërë asnjëherë hiking në jetë. Është një nga këto qëllimet që edhe me miq tanë të përbashkët e diskutojmë shumë shpesh, po si është kjo përvoja e ngjitjes së një mali? Do të thonë është pikërisht ashtu siç e përshkruajnë gjithë, që e krahasojnë me arritjen e një qëllimi apo ka një tjetër satisfaksion të... Ti e the shumë mirë atë që të vjen shumë keq që s'ke bërë ndonjëherë hiking dhe do të vi keq që si ngjit ndonjëherë në Sa mal. të mbaroj ky podcast, Bledi? E di. Sepse duke citu ty për atë që them më parë, ne kemi shumë lidhje edhe jemi shumë të lidhur me natyrën. Nuk kemi ku shkojmë pa natyrën, ne jemi natyra tek e fundit fare. Ngjitja në mal është shumë personale, është ti patjetër emocione shumë bukura, shumë të forta. Unë që shikoj si nga ana një udhërofyesi shpesh herë përfshihe me emocionet e këtyre njerëzve që sepse me mua to do e diskutojnë sa e vështirë, sa e lehtë, a mund t'ja dal, a mund mos ja dal, po si ja dola dot, si do ja bëj, kush do. E gjitha këto diskutimet e vogla që bëhen dhe kur shikoj që pavarësisht siç thash, ajo ngjitja nuk mund të jetë patjetër qëllimi final, si më thënë. edhe ato ja arrisin, edhe unë përfshihem te emocionet e këtyre njerëzve. Kështu që ngjitesh mal përveç se e bukur, është dhe një ndjesi që pa shku atje unë nuk ta shpjegoj dot. Po përvoja specifikisht për shembull në malin e Dajtit. Juri po e tregon si aktivitetin e vet të preferuar deri tani, do ta pyes edhe nëse ka të tjera më tej. Përveç malit të Dajtit, Blerim, ku mund të bëjmë hiking tjetër në Tiranë? Tirana ka shumë maja. Është rrethuar nga ana lindore e saj ka shumë. Mas malit Dajti vet ka 3-4 maja të ndryshme që mund të bësh 3-4 ngjitje të ndryshme komplet, qoftë nga ana fizike, qoftë edhe terrenit. Pastaj është pjesa e Shëngjergjit, që ka malin me gropa, vetë Shëngjergji ka një 3 maja tjera, të gjitha të ndryshme. Maja më lart e Tiranës është mali me gropa. Maja e Micekut të Çelmërisë ashtu quhet. Pavarësisht se shumica e njohin si maja e malit me gropa. Po pra. Kështu që në Tiranë mund të bësh hiking edhe ngjitje në mal pafund. Po ku mund ta nisim për shembull dikush që nuk ka bërë kur hiking? Cili mund të jetë më i thjeshti për nga niveli i vështirësisë, domethënë? Zona e Shëngjergjit, thash, i ofron gjitha këto Zona e Shëngjergjit. Zona e Shëngjergjit. Malësia e Shëngjergjit, se Tirana atë ka malësi, zonën e Shëngjergjit. Ti ofron gjitha këto mundësitë për të ngjitur. Të qëndrojmë pak te këto zonat e gjelbra të Tiranës. Vende ku mund të shkojë dikush për të relaksuar ose për të parë natyrë shumë të bukur, për ta shijuar. Për të bërë foto të bukura. Për të bërë foto të bukura. Për liçenet përsëri le të flasë Juri. Po, afër Tiranës, do të thënë, përveç liçenit të Tiranës është liçeni Farkës. Po. Për në ecje, për dal. Është shumë bukur. Për në xhiro, është shumë bukur, edhe për foto, do të thënë, është bukur, pjesë e perëndimit gjithmonë, është shumë e bukur. Liçeni Bovillës. Wow. Ka pamje fantastike. Prapë shumë i bukur dhe shumë afër, do të thënë, aksesohet shumë lehtë. Sa larg mund të jetë? Larg me makinë, diku te 20 kilometra. 20 kilometra nga qendra. Po. Maksimumi duke llogarit trafikun 40 minuta, po ndoshta edhe më pak.
ka disa liçene në Tiranë. Gati çdo fshat ka nga një bazen, po e themi, por këto që janë liçene, se edhe liçeni i Bovillës një bazen shumë i madh është. Po, në fakt, po. Po në një liçen tjetër, për shembull që Juri pëlqen ta fotografoj. Te liçeni i Lepurit e ke bërë një foto dhe një video që është një liçen që është goxha lart, është 1200 metra mbi nivelin e detit, edhe në periudhën e ftohtë edhe ngrin. Oh. Kur bi bor, për shembull, ai bëhet, po themi kështu. Mund të luash patinazh? Po, është e rrezikshme gjithmonë kjo pjesa se nuk e sugjerojmë. Unë kam provu një herë të eci nga një cepin tjetër. Kur shkova në mes, thash, o zot na ruaj, thash se nuk ama sfidën me veten e kalova. Jo, nuk është sfidën me veten, është budalliku me veten, por gjithsesi. Ishte mos e provoni këtë në shtëpi. Mos e provoni në shtëpi të esim me hakun. Mbi liçen të hakut. Nuk pati asnjë rrezik, nuk ndjeva asgjë që u krisa apo ku diçka. Po ishte ndjesia që nëse këtu diçka mundote nga momenti. Nëse do ndodhi diçka nuk I kishe marrë masat, absolutisht. Juri, a ka formë lepuri vërtet ky liçeni? Po, nëse shikon nga maja, do të thënë është një maj mali aty që mund ta shohësh liçenin. Maja e mielit nga sipër, maja e mielit, po. Kemi qenë me Jurin. Kur kemi pa liçenin herë në fillim, pastaj bëm një orë ecje deri në maj. Sa bukur, aq mund të shkojë. Po. Edhe nga aty duket domethënë pamja e liçenit, edhe është shumë e bukur. Po në një vend tjetër shumë interesant që nuk duhet humbur dhe ju doni dhe t'ju sugjeroni vizitorëve të rinj, për shembull, në një vend shumë të veçantë në Tiranë, ç'mund të më përmendi? Flasim gjithmonë për oazet e gjelbra. Oazet e gjelbra. Kjo pjesa e Krabës dhe Pllumbasit ofron disa madje nga këto lloj oazesh. Është kanjoni i Erzenit. Po. Është dhe shpella e Pllumbasit që të jep të dy këto mundësitë, edhe ecje, edhe eksplorim. Shumë interesante si shpellë. Po ka gati një orë gjysmë ecje sa shkoj deri te shpella. Sa larg ndodhet nga qendra e Tiranës përgjithsisht? Për shkur deri në fshatin Pllumbas, aty ku filloi ecja, aq përsëri gjysmë ore, 40 minuta në varësi të trafikut. Po themi gjysmë ore për të qenë korrekt shumë me distancën, jo me trafikun. Po. Mos lidhje me trafikun. Kështu që është, thash, kjo shpella e Pllumbasit, është një pjesë, një vend tjetër quhet Syri I Çiklopit. Po, aty është një pjesë e lumit që krijon një ujvar të vogël dhe një pellg të madh. Pastaj to legjendat që Çiklopi uzi me dragojin, ai la zemrën e më the thash to. Po ndoshta ka ndodhur vërtet, Bliti. Ka ndodhur. Ka ndodhur. Legjenda gjithsesi. Çfarë nuk bën aki, edhe është e vërtet. Po ai në fakt është shumë vend I bukur dhe për të fotografuar, apo ka një ujë të kristal, ke bërë foto aty? Patjetër që po. Si mund të humbas syri I Ciklopit, për syrin e turistëve. Pastaj kristal, aty ujti merr kështu një ngjyrë gurkali të quhet, kështu si akvamarin, quhet. Mund ta quajmë edhe dhërmiu I Tiranës, e kupton? Me që I marr këto krahasimet. Më pëlqen shumë. Me që I marr këto krahasimet shumë. Tajlanda, dhërmiu. Është vërtet. Po çfarë aktivitetesh kryen në këtë? Tek të gjitha këto që po flisim deri tani, që janë afër Tiranës dhe shkohet për rreth 30 minuta me makinë, aktiviteti kryesor është ecja. Po. Pastaj kur shkon atje, ecja është e tillë, një orë pak ecje. Mund ta konsiderojmë të lehtë. Okej. Edhe si ecje, edhe si vështirësi teknike, pra domethënë vështirësi e terrenit, mund ta bëj kushdo. Freskimi dhe mund lahesh patjetër. Mund të lahesh. Është ajo vara diku një 5 metra, ku aty krijohet, po flasim për syrin e Çiklopit, aty krijohet ajo. Po. Ai pellgu, po, mund të lahesh, mund të hidhesh, bën piknik. Nëse është Juri I bin dhe kitares. Bën këto grupet e vogla që ca këndojnë, ca bëjnë zgar, pinë do I pije. Për kaq ka nevojë njeriu. Që gjë më shumë. Sidomos periudhën e pranverës është shumë mirë. Jo se në verë, jo. Po është temperatura ajo që më e favorshme. Më e favorshme pranverë vjesht është dale. Ndërkohë e përmendëm shumë shëngjergjin dhe doja t'i riktheheshim vetëm sepse më the një fakt shumë interesant ti Bledi. Historik. Po. Çfarë ndodhur atë? Ku kishin qenë? Po tamam ku kishin qenë, është dihet që Shëngjergji ke fshatrat më të vjetër të Tiranës, jo vetëm Shëngjergji, gjithë fshatrat që janë në atë lloj lartësie, po themi. Janë të vjetër kudo që janë, jo vetëm Tiranë. Para pak kohësh, disa arkeologë janë duke punuar aty dhe çfarë thuhet të paktën, dhe nuk është thjesht muhabet kafesh, por është e konfirmuar nga ato. Gjatë gërmimeve që ato bëjnë aty, kanë gjetur rënoje që datojnë 5000 apo 6000 vjet më para. Shumë kohë më përpara. Pra ja. Shëngjergji dihet që është një fshat që ka një histori pagane, po themi, nuk merr jetë
pikrisht mas vitit 0, mas Krishtit dhe pse kemi Shëngjërq, se ka një emër akoma më të vjetër, Tomadhe. Kështu që nga kjo siç dihet pra që ka një histori pagane para krishtrimit, këto gërmime e vërtetojnë këtë, po janë pak më të vjetra se sa njerëzit apo ato nga Shëngjërgji mendonin. Del 5.000-6.000 vjeçare. Do jetë interesante se do jetë një interes që do kenë edhe njerëzit për shku për t'i pa. Jo vetëm ne që jemi këtu, po edhe tujt. Po ti thush një tuj që shiko, këtu afër kemi një Shëngjërgji me makinën 40 minuta nga Tirana. Këtu afër kemi një qytetërim i cili daton 5.000-6.000 vjet para, dhe nëse bëhet siç duhet, dhe besoj se po se për tilla gjëra kanë ndihmërinë e dur kushdo. Absolutisht. Për ta bërë siç duhet, patjetër që do shkoj. Është mirë për zonën, është mirë për Tiranën, është mirë për të gjithë. Është mirë për gjithë, edhe është diçka jashtëzakonshme në fakt. Pa kohë më parë se këtë po diskutonim. Një zbulim i tillë ishte realizuar në Lind. Në Lind, po Gradecit. Dhe ky supozohet të jetë më i lashtë se ai. Wow. Gjerit për ta thonë ato që marrin vesh. Ne vetë deri tash i dim kaq. E vërtet, po. Nuk mund bëjmë dot krahasime, por ne do presim, do ta shohim, do ta fotografojmë patjetër. Po, ne shohim do shkojmë edhe në mënyrë pirate. Shkojmë çefta sigurisht. Po me që jemi këtu tek me pak histori. Kalaja e Petrelës si destinacion. Më tregoni pak për shtypjet tuaja, është një destinacion që e sugjeroni për të vizituar, për të fotografuar gjithashtu edhe filmuar? Është një destinacion për të fotografuar. Mendon. Okej. Në ç'moment moment për shembull, kur është më e këndshme ta vizitosh Kalën e Petrelës? Gjithmonë do të thënë pjesa e perëndimit është më e bukur sepse jep ndriçimin ndryshe. Po. Pjesa e Kalas është, do të thënë, nga që është pak si në kodër edhe del bukur, do të thënë ka dhe pamje që shikon pjesën aty. Është një zipline aty që është vendos tani. Ua, sa më pëlqen ai zipline. Ka pamje mbi Tiranën ajo? Po, ka pak. Duket pak një pjesë. Këtë zipline e keni provuar? Unë jo. Unë e kam provuar. Si të shdu? Është shumë i këndshëm. Kalova një sfidë të vogël me këtë frikën nga lartësitë, po dëgjova që ishte një ndër më të mëdhenj në Ballkan. Po nëse flasim për aktivitete sportive, domethënë se ajo pjesa e hiking u duk shumë serioze, jam e sigurt kushdo që e dëgjon e ka marrë shumë seriozisht dhe po bëhen gati tani me ato këpucët perfekte, me çantat. Do ju drejtojmë tek Bledi për më shumë këshilla, domethënë. Aktivitete të tjera të ndryshme në zona ndryshme në Tiranë, përpos zipline-it që është bërë dhe pak trend, domethënë, edhe e sugjerojmë. Aktivitetet që edhe ne i tham ku mund bëjnë, që është liçeni i Tiranës, që bën aktivitet fizik kushdo, liçeni i Farkës, që patjetër ka të njëjtën mënyrë të bëhet aktivitet fizik siç është liçeni i Tiranës, rreth ti mund të vraposh, por është bërë dhe një liçen apo një vend interesant tjetër këtu në Paskuqan. Liçeni i Paskuqanit rreth ti ka një pedonale ku njerëzit dhe mund dalin dhe të vrapojnë. Përveç këtyre aktiviteteve që flasim, që janë normale dhe mund t'i bëj kushdo, në çdo orë ditës, pa pas shumë angazhime tjera si të shkosh, si të vishesh të tash, aktivitetet tjera sportive, apo në Tiranë për shembull, edhe pse një në vit zhvillohet dhe maratona e Tiranës, edhe ai është aktivitet shumë interesant që ka përfshirje të gjerë të njerëzve. Po, edhe madje edhe me natyrë edhe me qytet. Po, shumë. Më pëlqen, edhe pse si puna jote s'ke bërë kur hiking, edhe unë se kam bërë kur maraton në Tiranës. E kam bërë. Gjysmë në fakt. Okej, s'ka rëndësi. Është diçka ti Juri? Aso se kam bërë jo. E kemi në plan ta bëjmë. E bëjmë në maratonën e ardhshme. Nga që ajo bëhet gjithmonë dielën dhe ne na që jemi në mal. Gjithmonë dielën në mal. Ju çdo dielën në mal. Po paka shumë po. Pra, edhe ngjiteni, edhe rrëfeni, edhe fotografoni. Wow, nuk e di, ndjem shumë keq. Kështu që aktivitet tjetër sportiv, se edhe kjo rally me makina, aktivitet sportiv është një formë mënyrë. Po. Apo këto motorrat, apo biçikletat, të gjitha këto mund i bosh kudo nëpër Tiranë, varet nga ajo që ti kërkon. Gjithë vendet që tham neve, në lindje të Tiranës, nga zona Saukut, zona Petrelës, nga krahu tjetër në perëndim, nga zona kudo mund i bosh gjitha këto, por vend interesant është përsëri pjesa e Shëngjërgjit apo fusha e Bizës. Fusha e Bizës? Po, deri ku shkon Bizë, është në një farë mënyrë rruga e vjetër për të shkuar për në Shëngjërgj. Për të shkuar atje është komplet një për këto që merren me këto të rallit, është shumë e preferuar. Plus vetë aty në Bizë është shumë interesante. Për gjithë ato që bëjnë rally, motora,
edhe bicikletë. Po ti Juri, jam shumë kurioze, dhe thënë, se përveç dashurisë që ke për të fotografuar natyrën dhe për të qëndruar në natyrë, a të pëlqen kur she njerëz të tjerë në natyrë duke realizuar këto lloj aktivitetesh dhe ti kapësh këto momente, meqense të rastis që të lëvizësh shpesh me grupe? Kur mendoj Juri, nuk mendoj ato fotografi tipike që një bicikletë, ke parasysh që ka nxjerrë mrapa tym, zhavor dhe duke rrëshqit. Kjo është ajo që kam parasysh kur thotë Juri po atje. Po, gjithmonë një fotograf, domethënë, edhe unë personalisht mundohem të kap atë momentin, domethënë, kur bëjmë hiking ose kur dikush ecën me bicikletë ose kur bën një aktivitet. Po. Dhe mundohesh të kapësh atë momentin spontan që personazhi nuk e ka mendjen. E kupton? Edhe është duke bërë diçka ose një lëvizje të caktuar. Edhe foto dalin më bukur për shembull në perspektivë kur ka diçka mrapa në background, i mal ose i liçen ose i ujvar. Po, sa bukur. Edhe del më bukur peizazhi domethënë. Ndihem shumë keq se më duket sikur nuk e njoh fare Tiranën tani. Domethënë po ndihesha shumë mirë deri te ky episod. Nuk je vetëm, tani duhet vini ju dhe ta bëni kaq të vështirë. Shumë faleminderit për të gjitha çfarë ndat. Doja që t'ju pyesja së fundmi, nëse cilat janë sugjerimet tuaja për vizitorë që vinë për herë të parë në Tiranë? Çfarë destinacionesh do të sugjeronit? Të gjitha destinacionet që i përmendëm apo dhe tjera që i lam pa përmend, që janë pjesë e natyrës, ja u sugjeroj patjetër që të gjithëve. Kjo pastaj në bazë të interesave që kanë vet njerëzit, dikush që don të bëjë më shumë ecje, dikush që do të shohë më shumë natyrë, këto i gjen nga Tirana jo më shumë se 30 minuta me makinë, që të gjitha. Patjetër që unë ja u sugjeroj që të gjithëve pjesën e Shëngjergjit, sepse është një pjesë që t'jep i ka gati të gjitha këto mundësit, bilës është si përmeti, nuk ka vetëm det, dhe i ka të gjithë të tjerat. Se ka lumë. Se ti e di për shembull që lumi erzen buron në Shëngjergj? Ja. Ja, po, sa po mësove. Sa gjëra kam mësuar sot. Po, kështu që do të sugjeroj patjetër Shëngjergjin, po kudo tjetër që ato duan të shkojnë dhe shikojnë natyrë, të mos hezitojnë fare makinës dhe nuk duhet më shumë se 30 minuta në rastin më të largët. Më pëlqen. Nëse duhen të themi kështu ndonjë destinacion me emër, patjetër është, si të thash, Shëngjergji, Dajti, sepse është një vend fantastik për të kaluar disa orë edhe me fëmijët, nuk do të jesh patjetër kështu 2-3 veta që të bëjnë vrap apo të jenë fizikisht në formë. Është vend shumë i bukur. Edhe për familjarë. Po, për familjarët. Kjo pjesa e zonës së Krabës, Petrelës, Syri Ciklopit, Kanioni i Erzenit, Shpella e Plumbasit. Pastaj janë disa kala të cilat rreth qytetit të Tiranës, pjesa e Bovillës, që është një mrekulli tjetër që atje mund të organizosh gjithë ditën me një piknik familjar dhe shoqëror. Po që patjetër, po që familjar shoqëror duhet patjetër me një kitare dhe me jurin me vetes. Duhet, edhe për të kapur këto çaste të mrekullueshme. Po, duhet edhe një jur, se s'bën, duhet keni, nëse nuk jeni vet juri, duhet keni një si juri me vete, që këto momente ti fiksoni, se pa kjo magjia fotove, unë flas si një që i shikoj, jo si një që i bëj fotot, është shumë e bukur mbasi kalon pak kohë. E vërtet. I shikon do fotot ti edhe mas një javë, edhe mas 2 ditë, apo se mas një viti, sa bukur të kujtohet edhe e mbush me ato emocionet e asaj dite që ndoshta atë ditë as nuk i ke çunë për mend. Po, se ke konsideruar, po përveç se fuqia e nostalgjisë, e memorjes, e të kaluarit bukur, është edhe me fakti që një foto shumë e mirë bën akoma më të bukur këtë moment. Absolutisht. Edhe kur mund të mos ketë qenë më i këndshëm i mundshëm, edhe pse. Madje unë mund të them që ka destinacione që pavarësisht se sa mundohesh ti fotografosh, nuk e japin komplet atë emocionin që ti ke marrë apo ke përjetuar apo do të përcjellesh atje ku je. Destinacionet natyrore janë gjithmonë shumë bukura. Është shumë e vërtet. Pra, Juri e pranonte atë që natyra nuk ka nevojë fare për filtra? Po, e vërtet është. Fotot e tua e tregojnë domethënë më së miri. Po ti cilat destinacione të tilla do sugjeroje për njerëz, për vizitorë të cilët kanë pasion fotografim për shembull dhe duan që të kapin këto momente nga natyra e Tiranës? Po, domethënë nëse bëhet fjalë për një qytet brenda Tiranës, është pjesë e bulevardit nga qendra deri tek, domethënë bulevardi deri tek sheshin e Tereza, ka shumë hapësira për të bërë foto dhe
Është e shëtitje, vërtet, po. pjesë e pemëve që janë shumë të lartë aty dhe Duken si të pikturuar. po, është shumë e bukur. Është piramida aty që është shumë bukur, domethënë, Është bërë shumë e këndshme. po. Është bërë. Edhe pjesa domethënë kur ngjitesh atje sipër është ka pamje shumë të bukur edhe për të bërë foto, Nga Tirana, po. po, nga Tirana. Dyshim, ja, kjo është një gjë që unë se kam provuar. për shembull. Po nga piramida shef dhe pjesën e lanës që është goxha e Shumë e gjelbëruar. bukur edhe ajo, dhe i gjelbëruar, po. Pastaj për pjesën e natyrës është kemi dajtin, Që ishte i Liçeni. preferuar yt, po, domethënë. preferuar. E ke shkrir talentin. Po, me fotot. Përveç fotove është edhe pamje shumë e bukur nga dajti, që shikon Tiranën e ke në mbledh dorës, Ah, sa bukur. edhe deti që 2-1. Po, Po, duket edhe deti. duket edhe Duket deti. edhe deti. Madje duket edhe Vlora. Edhe Karaburuni, Po, Karavaruni duket Ah, sa nga bukur. dajti. Po. Po, edhe Ishulli, si ka Ishulli? po, ishu sa Sazani. Zani, po, se s'kam ditën mend. Ka shumë Madje- pamje. Nga dajti shef edhe Burrelin, Po. Shef dhe Burel. jo qytetin. Liçeni Bovillës Po duket. djalin e tezës time. Po, Çka po. ti? Prandaj më Liçeni pëlqen Bovillës? dajti sepse i shikon të gjitha këto. Këto që përmendëm ne edhe liçenin e Bovillës e shikon. E shikon Ah, edhe sa bukur. Shëngjegjin, Ka pamje interesante, ka 360 gradë ka shumë 160 bukur. gradë pamje. Më pëlqen. Duke qenë që Tirana është në mes, ai shef gjithçka. Po, por duhet të ecësh pak, duhet të ecësh nga 2 orë që të shkosh në maj. Edhe natën është bukur pamja, domethënë nga dajti. Jo vetëm nga dajti, po edhe në Tiranë, domethënë ka hapësira natën që mund të bësh foto, ndriçimi është shumë i bukur për të bërë foto në kënde të ndryshme. E Edhe vërtet, vende të po. ndryshme. Edhe nga piramida prap, domethënë edhe ditën dhe edhe natën ka hapësira për të bërë foto edhe pamje shumë të bukura. Sa mirë. Mua më pëlqen Është 24 orë në punë, Jori. aktiv. Mua më pëlqen të bëj foto për shembull Skënderbeut, po bardhëzi, nuk e di pse. Edhe mua më pëlqen shumë, Bledi. Është një nga gjërat e mia të preferuara. Do t'i këmbejmë ato fotot e Skënderbeut vërtet? I kam bëj. Nuk ka problem. Bukur. Shikojmë kush i ka bërë më bukur. Ato do bëjmë, edhe pastaj flasim me komente, se të bëj shaka. Dua t'ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ndat destinacione të oazet e gjelbra të relaksit në Tiranë, dhe jam shumë e sigurt që do ritakohemi sërish, sepse kemi shumë gjëra për të parë dhe për të mësuar nga ju. Faleminderit për çfarë po bëni edhe për Tiranën. Faleminderit ju. Unë ripërsëris ishte kënaqësi dhe besojmë që dikush ta dëgjojë dhe ta ndihmojmë se do pak ta orientojmë drejt këtyre për këto që ne folëm. Ky ishte episodi 6 e Tirana 360 gradë, po supozoj ta merrnim kështu jo shumë me ngut. Ishte një bisedë e qetme, qenë se po flisnim për vende relaksit, do t'ju sugjeroja të gjithëve të ndiqni aktivitetet, gjithashtu dhe faqen të dhëna të ndryshme të Alpine Guide Albania në platformat të rrjeteve sociale dhe gjithashtu Juri Kaca për të frymëzuar për pamjet më të bukura të Tiranës. Shihemi episodin e ardhshëm. Sa po ndoshët Tirana 360 gradë, një podcast që mundsohet nga Bashkia Tiranë.